Atraksionet natyrore të Lezhës ishin objektivin e 32 fotografëve nga Troshi Folse në edicionin e radhës të Festivalit Mbarkombëtar të Fotografisë. Ky aktivitet që u mbajt përgjatë kësaj fundjavë u vendos në zonën përfaqësuese të Lezhës, duke memorizuar në objektivet e fotografëve atraksionet e Lezhës, duke evidentuar bukurinë natyrore dhe trashëgimimin e pasur kulturore të saj. Për fotografët, kjo është një eksperiencë e bukur ku pasioni për foton vendos në sfond edhe promovimin e vlerave më të mira të natyrës dhe kulturës. Tu në Lezhë jemi thirrur prej kolegut ton Liridon Shala prej Prizreni, i cili ishte organizator i kësaj bashku me Bashkinë e Lezhës dhe me drejtorin e turizmit Reinaldon, që vlerësoj që kam bërë një punë shumë të mirë dhe mendoj se kjo gjë që është bërë sot në Lezhë dhe Shëngjin, mendoj se duhet të jetë në gjithë qytetet tjera shqiptare, që të mund sa më shumë ta promovojmë vendin tonë, bukuritë tona natyrore, po edhe ashtu edhe florën dhe faunën që e kemi shumë pasur. Lezhë mendoj se ka një pozitë shumë të volitshme për faunën, florën, e ka një pasuri të pafundme edhe të bashkimit të ujrave të ëmbla me të njelmta, për lindjen, perëndimin e diellit, por para së gjithë llojet e shpendëve që i has zakonisht në mëngjes dhe në mbrëmje, por edhe miqësia, mikpritja e lezhjan. Drejtori i turizmit në Bashkinë e Lezhës, Renaldo Gjani, e vlerësoi këtë aktivitet si një platformë të rëndësishme bashkëpunimi dhe promovimi për artin e fotografisë në nivel mbarkombëtar. Morën pjesë rreth 35 artistë të fotografisë, ku fotografuan kryesisht zonat më të bukura të Lezhës, si lagune Kune Vajinit, plazhet e bukura, ranën e Hellun, atraksionet historike, vendvarrimin, Kalan, Zadrimen, gjithë këto komplekse të fotografuara u paraqiten në ato dëshirat e tyre që patën për t'i ekspozu, mblodhen më të veçantat dhe tani do bëhet vlerësimi i tyre nga vetë artistat. Ishte një ditë e larmishme, një ditë që edhe vetë nga gjithë fotografët e shikuan si një organizim që i jepte krijimtari, i jepte frymëzim. Ne si bashki e kemi shumë interes promocionin e këtyre zonave, po edhe integrimin e aktivitetet, gjallërimin e tyre, po edhe turistave t'i ofrojmë ditë turistike, ditë aktivitete që në periudhët e tyre të pushimit të realizojnë edhe tipet e ndryshme të turizmit, siç është turizmi i natyrës, turizmi që i fotografisë së natyrës, turizmi i mënyrës që ka kosto shumë të vogël në ndikim mjedis. Përveç nxitjes në kreativitetin artistik, Festivali i Fotografisë ndikon drejt për drejt në rritjen e interesit për turizmin dhe kulturën, duke pozicionuar Lezhën si një pikë referimi për fotografët dhe ardarësit.